që doj ta amputante këmbën e vajzës së tij në sallën, pa anestezion. Ajo që më shtyi të shkoja në Gaza është si për të gjithë, frustrimi i pamundësisë për të ndihmuar, për të mos mundur për të qenë i detyruar të durosh këtë gërsi, këtë masakur të qetë në shtëpinë e tyre. Çfarë më dha shtytjen përfundimtare ishte video një kirurgu që doj ta amputante këmbën e vajzës së tij në sallën, pa anestezion. Kjo video ishte e tepërt. Në kuptimin që unë ndjeva kaq i padobishëm aty ku isha. Dhe i bëra vetes këtë pyetje. Pash me vete, po sikur të isha atje të paktën mund ta kisha ndihmuar atë burr të priste këmbën e vajzës së tij. Dhe kështu video ishte shtysa kryesore, por sigurisht ka mira video tjera, mira fakte, imazhe, foto. Imazhe që një qenie njerëzore nuk do t'i shoh. Dhe kjo pafuqi ekstreme më shtyi të pyes veten se si t'i ndihmoj dhe fillimisht u përpoqja të ndihmoj pa shkuar atje. Ndërmjet protestave, bojkotit, e kështu me radhë, por shumë shpejt e kuptova se kjo nuk mjaftonte. Dhe kështu ky vendim për të nisur atje u mor në mënyrë mjaft radikale. Pasi vendimi u mor, nuk kishte më kthe mbrapa dhe duhej të gjeja një shoqat që të pranonte të më dërgonte atje, gjë që ishte shumë e vështirë. Dhe më në fund arrita të gjeja një ONG evropiane që kishte pranuar dosjen time dhe që më kishte garantuar hyrjen në Gazë në muajt e ardhshëm. Dhe kështu në prill mund të bëja misionin tim të parë. Të dytin në korrekt dhe të tretin në dhjetor.